Ka qenë edhe një kujshike me vajzën e vetë dhe ajo është e lëndume, ka tëmtu me po s'ka mujtë, është lëndu duke ikur shkollë. Zdi, sun kuptoj, to më ne bën vetëm njeri që është i krisum mentalisht. Po nashta ka orë puna te të vrasja, ajo ka dit diska dzeza për këte, edhe tutë që do t'i publikon, e kështu te eliminoj edhe tjetë e fsheft. Ajo marria jame, vepra jame e ndytë që kom bo. Tregona, a ka qenë dikush në ngjarje kur ka ndodhur akti me tashmë të ndjerën? Po, ka qenë edhe një kujshike me vajzën e vetë dhe ajo është e lëndume dhe është edhe shokume. E gjithsesi vajza që e mitur që ka qenë është në shok. A ka pasur ndonjë probleme tjera rreth kësaj çështje? Jo, s'ka pas kurrë. Është plagos? Është e lëndume. Ka tëmtu me po s'ka mujtë, është lëndu duke ikur shkollë te nën kalimit. Po vajza është e lëndume? Vajza jo, ndërsa nona e vajzës po. Dua t'ju njoftoj që varrimi është sa orës 17. Faleminderit shumë. Po këto janë të papranueshme se zanë zdi, sun kuptoj. Këto më ne bën vetëm njeri që është i krisum mentalisht, se njeri në gjene normale, psiqike, nuk e bë këtë veprim, ndaj as kush, e jo ndaj bashkëshortit apo antarit të familjes. Këto janë raste që duhet me i studiue psikiatria se pe çkafit po ndodhin, kush po ndikon këto. E njerëzit me konë këtë gjene kështu, menoj një nga burimet që njerëzit i shtytin me bo këto vepra, e sen është gjenja e ronë ekonomike e disave që nuk e kanë, edhe ajo është kriza ekonomike, një nga burimet e kriminalit. Mjë po, unë e thëmë mas shumë të smunja psiqike. Do me thonë, Po qa me ndonë, pse qëfar problemi kish mujt me pas një shef e një furre, për shembull me punëtorën e saj? Pse me arë puna deri te vrasja? Po nashta ka arë puna te të vrasja me eliminue disi ato tradhtin që ka bo e diska, se sigurisht pala tjetër viktima e ka dit poshtërsin e tina e tradhtin, për mos me konë gjallë me mshef krimin e vetë, e marrin e vetë që ka bo, e eliminon viktimen, por mos më zbulua marria e tina. Aty po thuhet se është do me thonë ndërprerja e punës dhe për shkaq të xhelozie ka ndodhur vrasja. E për shkaq të xhelozie gjoja se ai e ka montuar disi ato se gjoja se mos aja petraton a diçka çka nuk e besoj, por sigurisht ajo ka dit diska dzeza për këte, edhe tutë që do t'i publikon, e kështu te eliminoj edhe tjetë e fsheft ajo marria jame, vepra jame e ndytë që kom bo. Faleminderit shumë aq. Tash është me zhvillu, me dishme tash. Normalisht se kushtet edhe tash shkollimi. Tash janë kushtet më të mira, shkollimi jo më i mirë, ta na jemi të ndikim. E nëse e krahason me kohën e juaj? Ka diferencë madhe. Për mirë apo për keq? Për mirë. Për mirë. Çfarë këshilla i kishe jap rinisat? Ne kisha jap këshilla rinisë me mësu më shumë. Sa më shumë me mësu, as më mirë qatë këshillat e sens. Nëse kishit pas lirin jo në kohën e juaj që she kanë sot, qa mendon që kishe bo sot? Ku ishe konë sot? Po nështë ishëm konë diçka ma tepër se që jem tash, me siguri, po atëherë kushtet s'ka pas, nëse kushtet që jena, kena mbjetu disqyshe, kena dalë, tash unë jem penzioner. Penzioner? Penzioner, po. Sa i knaqën me pensionin që edhe? Po jam i knaqën se... Tash edhe me 20% rritje që e ka bu? 20% nuk ka ma tepër, fondet janë ma të vogla, dhe më thonë që unë jem i knaqën që pensionet jam kanë dhonë qithve ka pak, edhe aty një që s'kam punu jam kanë dhonë, se edhe ata kanë që me jetuar, për që ta unë e mi knasëm me konë pensioni, edhe pak me vogël, veç që i kanë të gjithë. Veç që i kanë të gjithë. E sa i shdush me konë një pension, për me pas një jetë normale?
për të më shumët. Po- Të pas parasysh që i kanë banat. Po i kanë bërë, në fund diku ka 500 euro, më mërgën një konë mjaftueshme. E sa po mundesh me ja dalë me këtë penzion që e ka? Po ti me penzion nuk ja dalëm, po ke me burime tjera ka pa, ke janë ndihmojnë ka pa, që Qartë. po unë për e ti jam i knaqur. A mendon që ka me rrit pensionin apet kryeministri? Po ta në varet, nëse fiton, i rrit apet. A mendon që ka me fitu? Po ti bezdi, tash inshallah fiton më mirë, ne nuk po tu më thonë për asë një që inshallah më mirë, fiton qaj që më mirë, E nëse për ta këto vite përshëndetim. cili ka qenë më i mirë? Po qërë Albini nuk ka pas kohë gjatë me të reguë se 2 vjetë ka qenë pandemia, e tash 2 vjetë për 2 vjetë nuk ka mujtë me të regu ma shumë. Dhe në fitu aftë dhe një mandat, atëre mund të Mendon që e ma tregon shumë. veten Tregon vëmendje? veten ma shumë, dhe i mandat. I vjen s'ma ka dhe mandat, për me të regu veten. Për ndryshe me vetë një mandat, për shkak pandemisë, Nuk ka edhe mujtë nuk me- ka mujtë, lufta Me në punuajt Ukrainë, sa ka kërku nuk ka mujtë me punua sa ka kërku, sepse nuk ka pas mundësi. normalisht. Na ndërun të falenderojmë shumë që ndove ku me neve, pa që fatët. Shëndërëtin është, gjenë ma mirë. A mendon që gjejnë ma mirë atje? Pa ata mendojnë ashtu edhe pra shka shkojnë atje. Qa kemë unë atje do të konflikt në këtë punë. Unë as ty s'kemi gjo, Po nëse një familjari ju, ti djali ju, ose djali i... kanë shkues. A e kishe pengu nëse i Jo, nuk e kam pagu. Nuk e kam pengu fare dhe. Janë ratu atje, A jën poga që shpothojnë Dy- 3.000 euro, 5.000 euro? po mbarë qëfar profesioni ke. Nëse je mjek, i merë dhe në 5.000 euro. Po i harxhon 4.000 do të në gjana që ti i ke të obligueshme atje edhe tjesin 1.000 nështë pak me ardhë ka njëherë në pushim në Kosovë. A mendon që këta rinia jonë për lakmojnë pak aty në kere? Supozime këto. Këto dyshime janë supozime dhe nuk duhet me pyet njerëz në këto punë. Janë çështje krejt personale tyne. A mendon që rinia që po dalin kanë me u kthy pra? Këtu kam dyshim. Çfarë mendimi ki për qeverinë aktuale? Sa je i kënaqur? Une? Agja nuk di sa të them. Ka qenë ma mirë se sa hera të kalume, po ka mujtë bëhet edhe shumë ma mirë. Unë kam bindje. A mendon që ka me fitu prap? Kretë hipotetika jam, s'dijet asgjë. Qysh nuk o ditë në zedhet e kalume, as në këto zedhet s'dijet. Kush kishe pas dëshirë ti me fitu? Unë, aja me thët qështje krejt personale jam ja, do nuk është pyetje jashtë Faleminderit kafë shumë. më nderë. Ka qenë edhe një kujshike me vajzën e vetë dhe ajo është e lëndume, ka tëmtu me po s'ka mujtë, është lëndu duke ikur shkollëve. Zdi, sun kuptoj, do më ne bën vetëm njeri që është i krisum mentalisht. Po nashta ka orë puna të të vrasja, ajo ka dit diska dzeza për këte, edhe tutë që do t'i publikon, e kështu të eliminoj edhe tjetë e fsheft. Ajo marria jame, vepra jame e ndytë që kom bo.